Made in Albania do t'jetë krenaria jon kombëtare. Berisha prezanton paketën fiskale për biznesin, takse shesht, ulim çmimin e energjisë në 6 lek kilowati. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha prezantoi disa pika të programit ekonomik me fokus biznesin. Gjatë komunikimit me ndjekësit në rrjetet sociale, Berisha tha se në 100 ditët e para të qeverisë ardhshme, nëse PD fiton zgjedhjet, do të jetë rikthimi i taksës së sheshtë. Berisha tha se gjithashtu do të ulet çmimi i energjisë elektrike për bizneset në 6 lek kilowati. 100 ditë e para do të instalohet krahas paketës dhemshurisë me të cilën shprehim me të cilën nxjerrim Shqipërinë nga varfëria ekstreme, do të instalohet kuadri ligjor për krijimin e klimës më miqësore për biznesin që ka ekzistuar ndonjëherë. Ne shpallëm Made in Albania dhe do të jetë krenaria jon kombëtare. Biznesi dhe sipërmarrësi njeh shumë mirë potencialet dhe mineralet e këtij vendi. Do të jetë paketa fiskale me taksën e sheshtë, do të ulet çmimi i energjisë në 6 lek për kilovat. Pra, pjesë tim me 3, do të jetë nxitja e madhe projekteve madhështore në fushën e energjisë solare dhe energjisë diellore, energjisë ujore. Do të jetë rreshja e kompanive të mëdha të eksplorimit, shfrytëzimit, përpunimit të mineraleve në Shqipëri. Do të jetë Shqipëria e inteligjencës artificiale, e kriptomonedhave, internet 3. 3 muajt e parë hedhim bazat forta ligjore për të gjitha këto projekte. Kam bindje se ju dhe kolegët tuaj amerikan do të vi me kënaqësi të investojnë në Shqipëri.